Papastërtitë dhe mbetjet e ndryshme të pranishme në institucione shtetërore janë denoncuar nga qytetarët si raste të mungesës së kulturës së shërbimit atij qytetar dhe respektit për ta. Në një kohë që qeveria bën thirrje për rritjen e pastërtisë dhe higjienës, për një mjedis më të pastër në një nga godinat në qendër të qytetit të Firit, ku kryen veprimtarinë e tyre institucione të rëndësishme si dhoma e tregtisë, hipoteka, drejtoria e gjendjes civile të qytetit, Agjencia Rajonale e Mjedisit, Thesari dhe më së fundmi qendra ditore, duke ecur në rrugën e Nën Terezës, ku të moshuarit frekuentues të kësaj qendre e kanë të domosdoshme pastërtinë dhe higjienën, gjendja është alarmante. Unë si qytetar i thjesht nuk mund ta konceptoj një situatë të tillë. Një institucion ku janë disa zyra të shtetit të rëndësishme që futen dhe dalin me qindra qytetarë në ditë, të prezantohen që në hyrje, në shkallë, me vend të ndotur aty edhe me urinë, unë nuk mund ta konceptoj dot aq më tepër që ka disa ditë që kryeministri u ka bërë thirrje gjithë institucioneve për pastrimin e Shqipërisë deri në datën 20 prill. Sot jemi 12 prill, shurra është në derën e institucioneve më të rëndësishme të qytetit të Fierit. Turp për ata që janë nëpër këto zyra. Miru pafshim. Nuk janë pranueshme, duhet të jetë çik më pastërti me rregull. Çfarë të flasim ne? Tregon për mungesën kulturore. Po tregon si tregon. Duhet më nuk duhet ta pranosh ti. Se ka sëmundje për njerëzit, kalojnë fëmijë, si do ecin përpara, pastaj them se s'futemi në Evropë. Këtu është edhe agjencia e mjedisit, duhet këto të ishin të pastra këtë që t'japim shembull për vendet e tjera, po kështu e pistë vendet e tjera si do jenë. Me turinat e llojeve dhe natyrave nga më të ndryshme si ato familjare, urbane, madje dhe organike, e kanë bërë të padurueshme gjendje në këtë godinë, ku përveç se qytetarëve, aty janë të pranishëm dhe drejtues të institucionesh të cilët nuk rrënzërin duke bërë pjesë me problemin. Madje ironia shkon deri aty sa në këtë godinë e ka zyrën edhe Agjencia Rajonale e Mjedisit, e cila monitoron nivelin e ndotjes mjedisore, madje edhe ndëshkon fajtorët.